Kreu i Mundësia, Agron Shehaj, deklaroi nga jashtë kuvendit se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë rënë dakord që të ndryshojnë kushtetutën në kurrizë të partive të reja. Ai tha se gjithçka që bën tjetër Partia Demokratike, se gjëja është kundër qeverisë, është farsë. Sot në parlament po diskutohet shkarkimi i kryetarit të kuvendit, që nëse nuk do merrim parasysh se çfarë ka ndodhur të hënën, do ishte një gjë më se normale, sepse qartësisht ka shkelur rregulloren dhe është vënë në shërbim të majorancës. Por ajo që ndodhi të hënën, ku majoranca dhe opozita kanë rënë dakord bashkë që të ndryshojnë kushtetutën për të zhdukur partitë e reja, për të zhdukur alternativa në këtë vend, e bën këtë seancë të sotshme thjesht një farsë. Një farsë kur të hënën bien dakord, pastaj thonë do takohemi, do ndryshojmë së bashku kushtetutën dhe sot bëjnë sikur zihen. Kjo është ajo që po ndodh në Shqipëri. Praktikisht interesi i qytetarëve, gjithë betejë e madhe, gjithë lufta e gjoja që u bë dhe ju tha votuesve opozitar që e keqja më e madhe është Edi Rama, gjithë kjo tani ka rënë. Tani janë bërë bashkë sepse kanë një interes të përbashkët, të mbajnë pushtetin, që ata të dy të jenë e vetmja alternativë. Kjo po ndodh sot në kuvend, teatri i radhës, shfaqja e radhës.